Me 15 prill të zgjedhurit e popullit pritet që të betohen si deputet të Kuvendit të Kosovës. Kjo pas ftesës së presidentes Vjosa Osmani, e cila thirrri mbledhjen e parë të legjislaturës së 9. Por ani pse është caktuar data e seancës konstituive, ende nuk dihet se kur do ta formojë qeverinë e Kosovës. E gjithë kjo po ndodh pasi asnjëra nga partitë nuk ka arritur votat e mjaftueshme për të bërë vetë qeverinë. Por nga lëvizja vetëvendosje, janë shprehur të bindur që një gjë e tillë mund ta bëjnë me 15 prill, ani pse nuk kanë treguar se në cilat vota po llogarisin. Sa i përket kësaj të zgjedhjeve, keq presim është që të themelohet shumë shpejt qeveria e Republikës Kosovës në parlament. Fillimisht parlamenti duhet të konstituohet, besoj që i kemi numrat. Madje edhe antari i kësaj partie, Agem Batiri, është shprehur 100% i sigurt që i kanë votat. Qeveria do të themelohet pas të problem. Pra do të thotë i keni votat për me formu qeverinë, apo? 100%. Batiri kishte deklaruar në media që ka një uri se 3 deputet të nismes socialdemokrate do e mbështesin qeverinë Kurti 3. Televizioni ka kontaktuar me 2 deputetet e zgjedhura të nismes, Gjevahire Izmakun dhe Arbresha Krasniqin, por të njëjtat nuk kanë pranuar të flasin rreth kësaj teme. Ndërsa partneri i nismës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, është skeptike se vetëvendosje do i bëjë 61 vota. Nuk i ka numrat. Ajo që po flitet që do të peshkoj ndonjë deputet, unë nuk mendoj që në radhët e opozitës ka deputet që shitet për para apo që e shet votën e tina për të krijuar qeverinë Kurti 3. Kryeministri Kurti të dielën është shprehur i bindur që do ta formojë qeverinë gjatë seancës konstituive. Kërkojnë i presidenti Kuvendit të Kosovës, që kena kohën e kalimit për 10 ditë.